Ulja e temperaturave ka rritur numrin e fëmijëve të prekur nga virozat dhe gripi sezonal në Lezhë. Rreth 1000 pacient kanë kërkuar ndihmë në urgjencën pediatrike gjatë 20 ditëve të fundit, ku 93 prej tyre janë shtruar në spital. Mjeku pediatër Bardhog Gjoka thotë se 3 raste kanë qenë në gjendje të rëndë dhe janë dërguar për mjekim të specializuar në Tiranë, ndërsa nuk mungojnë as fëmijët e prekur nga SARS-CoV-2. Më të shtuara janë gripi sezonal që bie edhe janari, që është piku këtë grip që predominohet nga Haemophilus influenzae grupi A, që është më shumë i shprehur. Kemi edhe formën e virusit respirator sincicial, që të dyja predominojnë më tepër. Që janë karizohet e para është Haemophilus influenzae grupi A me shenjat të rrugëve të sipër respiratore, me temperaturë të lartë, me koll, me sekrecione rinale dhe virusi respirator sincicial karakterizohet me infeksionin e poshtë rrugëve respiratore që janë forma më të rënda, sidomos ke bebet e vogla, që kanë me vështirësinë frymëmarrje, me temperaturë të lartë, nuk merr gjirin, me dispne, me cianoz, me ulje të saturimit të oksigjenit, që jemi të rrodhë të shtrim në spital. Në qarkullim janë përveç tyre 2 viruseve kryesorë, është edhe virusi SARS-CoV-2 i Covidit, që është një virus i lehtë tash. Grup mosha më prekur është mosha 5 vjeç e poshtë, por edhe nxënësit mosha shkollore. Për gjatë kësaj periudhe flasim me statistika, mund të variojnë duke 50, 60, ka pasur rase 70 vizita në 24 orë. Deri tash 20 ditë i bie. Janarin, flasim për janarin, kemi rreth 1000 paraqitje në urgjencë. Nga këta 92 kemi shtruar në spital. Kemi pas nevojë për transferim në Tiranë 3 transferime, 3 pacientë që me një burgëlie grave, që ishte me dispne, formë rënë. Në përgjithësi kemi përballuar shërbimin 24 orë me shërbim me mbulim me mjek pediatër. Fluksi i fëmijëve të prekur nga virozat dhe gripi pritet të jetë i lartë edhe në javët në vijim. Ndaj bluzat e bardha apelojnë për kujdes maksimal që virusi të mos përhapet. Ndërkohë në spitalin rajonal të Lezhës, urgjenca pediatrike është funksionale për gjatë 24 orëve, bashkë me personelin e nevojshëm mjekësor.